أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na bëni pjesë e fesë vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati dhe mirësi që Allahu Azza wa Jall na solisi me ta. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thot Allahu Azza wa Jall, çdo begati që posedon duhesh ta dish dhe t'jesh i vetëdijshëm se ke prej Allahut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Qase njeriu, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, nëse përpiqet që ti numëron begatit, mirësitë e Allahut Azza wa Jall, s'ka mundësi që ti numëron e mos flasmi që ti falenderon. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si ti ruajmë begatit e Allahut, që mos na ikin, nga se Allahu Azza wa Jall nuk largon një begati që ka stolis një popull vetëm ata kur ti janë për buzët të asaj begatie. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Se Allahu nuk ndreshon një begati që ja ka dhuru një popullit, vetëm ata kur ta përbusin, kur ta nënvlerësojnë atë begati që Allahu Azza wa Jall i stolisi me ta. Pra çdo begati, vëllezër të ndershëm, është prej Allahut Azza wa Jall. Pra thonë të Hasan al-Basriu, ai cili e përmend dhe e din se çfarë posedon në jetën tonë ke prej Zotit tan, je falenderues mirënjohës ndaj Zotit tan. Dhe këtë sunet pejgamberi Allahut neve të gjithëve na i mësoi, vëllezër të ndershëm, tha keni dëshirë që nëse shkurtimisht ju i thoni disa fjalë në mëngjes pas namazit të sabahut, keni falenderu Allahun Azza wa Jall për mbar mirësi që Allahu Azza wa Jall ja ka dhuru. Tha pejgamberi Allahu, tha kush zgjohet në mëngjes dhe thot: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa laka shukru. Thot pejgamberi Allahut, ai që zgjohet në mëngjes dhe i thot Zotit vet: o Zot, çdo begati që posedoj unë dhe çdo mirësi që begatojnë krijesat e tua, nuk janë prej dikujt tjetër pos prej teje, që nuk ke shok, i vetëmi je që stolis njeriu në krijesat e tua me këto begati. Para ta të falenderojmë, jena mirënjohës ndaj teje, o Zoti i madh, për këto begati që na stolise neve, na nderove neve dhe i nderove krijesat e tua. Tha je ka falenderu Zotin e vet për atë ditë, për çdo begati që Allahu Azza wa Jall ja ka dhuru. E nëse pyet apo njën dilemë si që thosin selefët, se valë çfarë begatia Allahu më dhëroj, tha vetëm disa qaste mbyllisin dhe përpiqu të jetosh, të egzistosh pasin. Dhe të kuptoj shumë shpejt begatin Allahu të madhe. Kur kemi i dhonë Allahut Azza wa Jall,
kur kemi qenë mirënjohës dhe falemderues ndaj kësaj begatie që Allahu Azza wa Jall të stolisi të jetë, të ishe i jafti krish nevojet e tua, si kur të mbilën sit, do të shifë se sa je i varur, sa i vobekt, sa i dop. Para do leo të ndërshëm, wa in të uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Nëse njeri u përpiqet që ti numron begatit e Allahut, s'ka për ti dhonë fund begative të Allahut. Për ata djetarë kishin diskutu se begatit e Allahut janë të shumë, të cila është ajo më madhore. O përgjigjen shumica e komentatorëve të Kurani Kerimit tek fjala Allahut Azza wa Jall që tha Allahu në Kurani Kerim, thumme letus'elunne yawma idhin anin na'im. Pregatit nëse kemi një upit për Allahut në ditën e kiametit për begatit që Allahu Azza wa Jall ja dhuroi. Tha na di për cilën begatit parë që Allahu Azza wa Jall ka me pyet njeriun. Shumica e komentatorëve të Kurani Kerimit tha kemu pyetën për pikën e ujit që ta ka freksku gjoksin dhe ta ka shujt eqen në ditët e zhekta. Nga dhe pika e ujit dhe leo të ndërsëm është madhore, madhështore. Që thonë të Allah në Kurani Kerim, hadha khalqullah, feruni madha khalaqal ledhine min doni. Kjo është krijimi Allahut Azza wa Jall, na tregoni ju se çfarë krijuan ata zotët të cilët nuk e njoftën Zotin e tyre. Kina arriti kulmen e teknologjisë dhe shpikjes dhe përparimit të mirë, ba kin dëgju se një kinez e ka shpik një pik ujë. Ka mrekulli në vetë. Pika ujë do leo të ndërshëm ujë që freskon shun eqen, po ma interesant dhe shun zjarmin, ujë që përmban në vetën e ti oksigen, që ndimon hidrogenin mudhezën, ato ekzistojnë si kur vlerësër, su kur bineq njoni me qetrin, dhe shuajnë zjarmin më të madhë në botë, dhe ta shuajnë dhe gjithashtu eqen një gjoksin tanë, dhe a pjesë që Allahu Azza wa Jall element kryesor kiç për eksistencën dhe gjallërimin e njeriut. Troni nuk funksionon pa ta. Moshkrit s'kan mundësi që të marin frit pa ta, s'kan mundësi organet të funksionojnë pa ta, është një element, një substancë që Allahu e ka kriju, i langët shëndërohet në të ngurë dhe të gaz, të flasmi për ujnë në leo të ndërsëm kërket mrekulli madhështore, nuk në del as 100 ligjerata me folë rrëthasaj, pra të pejgamberi Allahu në ditën e kiametit të robi ka mu pit për Allahut për begatit që Allahu e ka stolis ata, e cila është begatit të pejgamberi Allahut, Allahu i thot o robi im, a nuk të dhurova pik ujit që të shujtë e gjentane, që të bona, që të egzistosh dhe të gjallërosh, ku është falemderimi dhe mirinjohja jote, sa kujtë sa mirinjohja janë bështete dhe i falemderove në barbotën, ma harrove bat e pjesën e egzistencës tane, pa do leo të ndërshëm begatit më madhore të Allahut Azza wa Jall janë falas fri, ato janë më madhore, bota e shkenca ka arritën prej ujit do leo të ndërshëm, që të neve të najsile vetëm një tel prej televe të ndryqoje përkosisht një pjesë të kësaj eksistence, na jemi falemderuas ndaj atinve në të dit apeshe bota ku ka arrit tash e ka zbolua në rriman, aron se nëse ndalet ernat dhe nëse ndalet ujë s'kan mundësi që të japin efektin as të që të zdiriqojnë as drita dhomën tane, as koridorin tanë, as poderumin tanë, as nuk ka mundësi të funksion as në gjohë, prej Allahut Azza wa Jall është esenca e gjdo sendit, allem el insane ma alem jalem, kush e mësoj Nikola Teslën që ta pozbullon këta, e mësoj krijuesi gjëllësis leo të ndërshëm, pra ata njoni kur mu paraqit njëherë kur e pata regullu shpin time dhe mdojnë zemje, tha o Gjefeni, a ka diçka se më ki e borç, tha qërë borçi, tha për nëzemje që ma ki që të kam ndu në shpijen tone, tha nuk dven tërp, ishte ku e zhekt ma shumë se 40 temperatura, tha Allahu e ka nëze kejt dunjojnë edhe s'po lip as gjo prej neve, në tësa ti ma ki nëze vetëm një shtëpi dhe po më lip logari, tha prej kësaj dite, tha nuk të baj telefon ku ti kishe mundësit, po unë e deshta ata me korigju dhe me akojtu të gjitha tirve të cilet i kanë harru begatit e Allahut,
se këtë nxemje vëllezër të ndershëm të nxen gëronin pjesë element të cilën na jetojmë me ta. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka bo element të ekzistencës son. Nuk kanë mundësi që këtë bota mbar bota më mbledhen me nxe dhe me pjek gëronin, po Allahu Azza wa Jalla pjek atë. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithashtu na nxen edhe vendin ton, edhe gjithashtu Allahu Azza wa Jall me këtë nxemje e ban që bimat të kultivohen, të rriten, të pjekën, se për ndryshe na kish me hongër vëllezër të ndershëm shalqini sikur me hongër sallata, për çka se s'ka mundësi ambalsin që jep vetëm lërezët e dillit dhe dilli dhe këto begati që Allahu Azza wa Jall na ka dhuru, a nuk meriton Zoti jon që ne të jemi falemnderues për ata thënë dietar begatia më madhështore është pika e ujit. Mirë po ngritën disa dietar dhe tha ka begati dhe më madhështore se pika e ujit. A din kush është ajo, tha jeta jote. Allahu që të ka bo gjallë, për çka se i vdekyri s'ka nevojë për ujë. Allahu me pikën e ujit ti të ka bo gjallë dhe ta ka zgjat jetën, a një begati që Allahu meriton falënderim, mirënjohje ndaj Zotit tanë. E të qërë thënë ka një begati dhe më madhështore se jeta, jo vëllezër të ndershëm shëndeti. Shumica e njerëzve janë neglizhent ndaj shëndetit, çka duhet jeta nëse je i sëmur, çfarë mirësie dhe kënaqësie dhe lumturie përjeton jetën tonë nëse je i sëmur. Pra nuk meriton Allahu Azza wa Jall falënderim për shëndetin që ta ka dhëruar dhe këtë tha pejgamberi Allahut: Men asbaha minkum aminan fi sirbih, muafan fi له قوت يومي كأنما حيزت الدنيا بأظافرها. Kush është milioneri më i madh, kush është pasaniki më i madh, kush është mbreti kësaj dunjaje? Kjo është mbreti që eci për faqen e tokës, jam unë dhe ti, thot pejgamberi Allahut. Ku zgjohet në mëngjes dikush dhe është i sigurt në familjen e vet. Ka njerëz këtë dunjë që nuk kanë siguri. Ka njerëz të cilët nuk posedojnë siguri. Ai që zgjohet dhe është i sigurt në familjen e vet, e le familjen në atë në shtëpinë e vet, del ai dhe i krin nevojat e tij dhe punën e vet. Dhe thot pejgamberi Allahu muafen fi jasedi, është i shëndosh në trupin e vet, ka për të ngrënë për atë ditë. S'ka thonë për një muaj, as për një motmoti, as për breza pas brezave që ne tentojmë të sigurojmë. Leo kotu jaumi, ka për me ngrona ditë, thot kja është njeriu sikur me ja pas dhonë dunjojën, kejtë barë botën dhe qka këndë. Ti e mbreti që hethë me kam të tua si për faqen e tokës, mos u ban endacak dhe lipës. Mos u ban endacak dhe lipës. Nëse vjen puna me lipe i Zotit tanë, lipe i krijuesit tanë, lipi prej ati që i ka thonë Allahu Azza wa Jall tokës edhe qiellit dhe ka thonë pejgamberi Allahu me një hadith: ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. O robët e mi, thot Allahu Azza wa Jall, sikurse mbar njerëzimi prej të Ademi deri te krijesa e fundit nga njerëzit, dhe mbar gjinat ta që ndërojnë me një rafshin dhe i luten Zotit vet, çka ju kujtohet atinve, çka dëshirojnë ato i luten Zotit vet, nuk e pakson depon e Allahut, vetëm sa mund të pakson gjelpara nëse zhitet në deti dhe nxjerrën nga deti. Sa e pakson gjelpona detin, që është e pakson atë pasurin e Zotit tanë. Ja ju nas, Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O jo njerëz, jo jeni të nevojshëm, e vërtet, jo jeni të varfër, vetëm për Zotin tuaj. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, është vetëm Allahu i pasur. Fjala huwa është për emër që i dedikohet, që i atribohet vetëm Zotit tanë. A gjete të qelsin dhe adresën ku do është mitrokit dirë? A gjete adresën që ka mundësi Allahu Azza wa Jall të shlon zriskin tanë? Thotë Allahu në Kurani Kerim: wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilej.
Dho ju bani stikfar për mëkatet gjunat, se mëkatet dhe gjunat janë shkaktare që ja humbin begatin Allah, ja humbin mirësit e Allah, çdo bela, çdo fatkeqësi që bjen një popull, me një vend, dini sa rezultat i gjunave të tjera, që thonë të Ali ibn Abi Talib nuk ka zbrit me një popull një fatkeqësi, vetëm për shkak mëkateve dhe gjunave të tyre, dhe nuk ngritët ajo fatkeqësi vetëm me pendim tek Zoti i tyre, nuk ka vlerë të ndershëm e mjaftueshme vetëm me protestu, po është e domosdoshme me kanë me protestu, me atë burrin që e ka bo fistonin vetëm 20 centin, edhe në gjitësh kra për kraj dhe ti e justifikon vetëm tonë dhe thua që kjo është protest mbar kombëtare, vëllezër të ndershëm, ke kujdese kush ta ka fut atë, ke kujdese kush qëndron pas tyre, ke kujdese çka po dojnë ato, ke kujdes për shkak se ne muslimanët nuk duhem të jemi gjithnjë, nuk duhem që të jemi ne vetëm viktime çdo zhurmë. Për këtë arsye duhet të që ishe vigjilent në këtë çështje, ta kish parasysh se me kanë jenë saf, mbosh po qëndron me ty, ata të cilët kanë ardhur me ta luftu sunetin e pejgamberit tan, ata që ta ofendojnë sahabët, shokët e pejgamberit tan, ti në saf me to për shkak se është dita kritike që duhet të qëndrojmë, e vërtet që duhen të protestojmë, e vërtet se me të keqen asnjëherë nuk duhen të pajtohemi, e vërtet se zullumi s'ka mbytën zullëqar, ose tash ose ma vonë. Megjithatë, ti duhet të jesh vigjilent për shkak se muslimanët nuk guxojnë të jenë vetëm lëngjekse zhurmave, edhe komploteve të cilët na bojnë komplote, po vigjilent që shef lart, edhe din se me kanë qëndron, e din kauzën e vet, e din safin e vet, e radhit dhe pregadit safin e vet, se nga se nuk ka mundësi që Allahu Azza wa Jall të shlon bereqetin e ti dhe të manjanon Allahu fatkeqësinë vetëm me kënaqjen e krijuesit tan. Kjo parolla vëllezër të ndershëm që duhet ta kish parasysh se nuk kënaqet Allahu Azza wa Jall me ata të ligë të cilët e kanë njollos jetën me gjuna dhe e kanë njollos gjithashtu e kanë hidhruan Allahun Azza wa Jall. S'ka mundësi që Allahu të zbresë ndihmën e tij me ata që i drojnë Zotin e vet, që nuk janë të kënaqur me gjininë e tyre, ata të cilën na tharasin dhe me emër të me drejtave të lira vëllezër të ndershëm që të martohen njerëz me një gjini, ata të cilët na i propozojnë, ato të cilët na i vojtojnë ligjet, kodet civile me emër të lirisë, ndërsa vëllezër të ndershëm këtë liri që e posedojnë, këtë begati që e posedojnë është pi Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall thotë dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi kasabu la'allahum yarji'un. Shfaqja dhe për hapja e pepet keqës në sipërfaqen e tokës, dheut edhe gjithashtu ajrit, gjithashtu dhe detave vëllezër të ndershëm. A di pse për hapët e keqja për shkak se thotë rezultat i meritave dhe punëve të tyre, për shkak se ata nuk i rregulluan raportet me zotat e tyre, për shkak se ata e lanë thirrjen në rrugën e Allahut Azza wa Jall, për shkak se ato rrejtën çdo dirë vetëm e harruan derën e Allahut Azza wa Jall, për shkak se ato e neglizhuan vëllezër të ndershëm, e neglizhuan mirësitë e Allahut Azza wa Jall, i përbuzën begatit, i shfrytzuan, i keqpërdorën begatit e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thot, unë e zbriti pak që të shijojnë atë të cilën ato e kanë arrit, që të shijojnë atë që me dur të vetë ato e kanë mbjell, edhe qëllimi Allahut nuk është i keq, thot la'allahum yarji'un, ndoshta ato i bin pishman dhe i rregullojnë raportet me Zotin e tyre. Pra vëllezër të ndershëm, atë ditë që i rregullojmë ne raportet me Zotin ton, Allahu Azza wa Jall ka me na i rregullu çështjen tonë e çështjen pa të përkohshme të kësaj dunjos. Rregulloj raportet me Zotin ton, Allahu Azza wa Jall ka me na i rregullu çështjen tonë e çështjen pa përkohshme të kësaj dunjos. Rregulloj raportet me Zotin ton, Allahu Azza wa Jall ka me na i rregullu çështjen tonë e çështjen pa përkohshme të kësaj dunjos.
Ke kujdes mos ikin begatit e Allahut, nga se thonë të Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, thot Allahu Azza wa Jall, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Nëse jeni mirënjohës për begatit e Allahut, Allahu ka me ashtu. Ibni Ashuri, njëri prej komentatorëve të Kurani Kerimit, thot premtimi i Allahut e shtimit është ose ta shton pasurinë që e posedon, ose Allahu bereqet shon pasuri që e posedon, po më e rëndësishme është e treta që Allahu ka premtu se atë begati Allahu Azza wa Jall ti ka që ta ka dhuru nuk të merë. Vazhdon me ti. Pra ta djetarë të thëshin, si Omer ibn Khattabi dhe sahabët që këtë pejgamberit Allahut, lidhni begatit e Allahut me falemnderim. Lidhni begatit e Allahut me mirënjohje ndaj Zotit tuaj. Dhe Allahu tregon me Kurani Kerim për një fshat që ka qenën i lumtur, i pasur, i rahatshëm, i qetë. Mirë po ato e harruan se këtë qetësi, këtë mirësi që e kanë vetëm pej Zotit të tyre. Dhe Allahu Azza wa Jall ato i ndëshkoi shembull për neve, na i sjellli Allahu në Kurani Kerim, dhe kjo është populli Sebe, që Allahu e ka zbrit me këtë emën, e ka emërtu me këtë emën një suret Kurani Kerim. Thot Allahu Azza wa Jall, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahu ju ka sjell ju një shembull e një fshati, e një qyteti që ishte i qetë, ishte i lumtur, kesh rahati në ta. Dhe rresko furnizimi i vinte prej gjithë anëve me kollaj, lëk, bollëk kishin sa me dasht. S'kam ja vle ato ndëshëm është rezultat i idhrimit të Zotit tonë. S'kam ja se rezultat i mëkateve dhe gjunajve tonë. Pra do leo të ndërshëm, tha i binte rizku nga nuk e mendonin, fe kefarat bi en'umillah, i përbuzi begatit Allah, i keq përdori begatit Allah, me begatit Allah e edhru në Zotin e tyre. Pra i bën Kaimi thonë të se, nëse donë me falemderu Zotin tanë, nuk ka mundësi që t'jeshe mirënjohës ndaj begative që Allah t'i ka dhuru, para se ti realizojsh këto tre element. Elementi i parë është njëshe mirënjohës zemrën tonë, se çdo begati që e posedon e kepe i Zotit tanë. Ti kur konkurove në konkursin e kompjuterit, pse të pranuan për shkak se kishe aftësien, ti këtë aftësi kush ta dha. Ti shefi jot që të pranojnë baushtel, pse të pranoj ti, a për shkak se ti je mis, apo për shkak se te ke aftësi me kri detyrën ati shefit tanë. Këta kush ta dha, këtë fuqi kush ta dha, për shkak se je ishe i shëndosh dhe s'kishe dhimbja për ata, ti nuk mungove në punën tone, ase nëse t'kishe mungu në punën tone dhe kishe gjithashtu kishe mungu dhe roga jote. Pra këto mirësi që i posedojnë, këto elemente dhe rrugë dhe të cilët të të posë që Allah t'ka ngrit ti, a me aftësi tua personale apo që ti ka dhonë Allah. Allah e ka sjellë në Kurani Kerim një shembull tjetër për një njeri që thuhet që ka qenë djali Axhës së Musait, që ndihmonte dhe përkrante Musajin derisa shpërndante Tevrata, financonte për hapjen e Tevratit, librit Allahut Azza wa Jall. Megjithatë ata e mashtroi aftësia e tij, zgjutësia e tij, intelektualizmi i tij, mendoi ai se ka arrit diçka, edhe ata këto arritje i kanë nga veçja e tij. Para tha innama utitu ala ilmin indi. Ja Karun, pse grombollove gjithë këtë pasuri, tha unë pe aftësisë tim. One për shkak aftësisë dhe gjuhësisë tim, për shkak e arrita këtë pasuri, për shkak dijes teme. Ata thoshin, ato që e komentun Kurani Kerimin, si Ibn Kathiri thonë dhe kjo është koka e ignorancës, për shkak se mendonte se aftësit dhe arritjet dhe pasurin që e ka grumbullu, one për aftësisë time, për shkak lidhjes time,
Unë arrita posti për çkak aftësisë time, haronte se këto aftësi kush ja ka dhonë, haronte se kush ja ka lecu që ai me arrita ti, haroj, e haroj Zotin e vetë dhe u boj harruar të Allahu. E kur dripin dëshkimi Allahut Azza wa Jall fa kasafna bihi wa bidarihi, ne ata e përmbinëm, e shafitëm, e fundosëm, e shkatëroam, jo vetëm pasurinë e tij, jo vetëm pasurinë e tij, na shkatruam atë shtëpinë e tij, pallatin e tij, na shkatruam lagjen e tij, villën e vet, pallatin e tij ku ai sondonte në ta, dhe ne ja fundosëm gjithashtu bankat e tij, depot e tij, të pasurisë së tij. Allahu Azza wa Jall i shkatroi të gjithë, dhe Allahu Azza wa Jall na i dha shembull Kurani Kerim, tha ato të cilët nuk dishin kur e shifshin Karunin se çfarë arritje ka arrit, thonte na fakli modh pishte qenë t'i shmikon edhe nasi aj. E pastaj kur e vendosi Allahu Azza wa Jall çka thanë shtiqir që s'kem si aj se i kish mi shku dhe na me ta. Para të leo të ndëshëm ata që kishin diturit, ato largpamësit, ato që e din fen Allahut, ato që e din zakonet e Allahut nuk ndryshojnë vëllezër të ndërshëm. Ai që e përbuz begatin Allahut, ai që harron se këtë mirësi që e posedon ti e ke pej Zotit tanë, mos u mashtrohet dini ditë pasqire ti me thonë se frizurën teme kërkur se ka për çkak se atë shokun tan, kolegun tan, moshanikin tan e ke pas nikime. Allahu nuk e ka bo ata pas nikime, vetë me thonë ti e mësim se dëbajshë edhe ti edhe ma betë se aj. Ata në shëndetin tan, aftësin tone, memorizimin tan, që mon menti shumë, mos u mashtro dhe një dit. A ki nuk do? Hafizat e Kurani Kerimit shpesher kur dalin mimber dhe njëheri upën këta jetët e Kuranit. Dhe kjo e një ndër begatit madhështore që Allahu Azza wa Jall ja ban atin ve adini përse. Për çkak me akujtu se mujshta me të bëha dhe qështu. Mirë po unë të memorizova fjallën më të ndërshme, më të mirë, mos u ban krije lartë as njerë. Arritjet e tua vlehët të ndërshëm jam bështet Zotit tanë, nëse donë mirujt begatit të Zotit tanë. Dhe Allahu në suratul Kef që preferohet, që i kanë thonë disa sahabe që të lexohen në çdo xumë, si rikujtim i përhershëm i javori njeriut, me njeri që i ka posedu di kopshta në atë kohën, ka qenë multimilioner, aj që ka pas kopshte, edhe aj kur ini u befasu me kopshtin e vetë, me të arritjut e ti, me punën e vetë, me ndonë aj se me gjersën e vetë, ja pra kopshtim, ja pja arritjut e mi, kishte hi ajnë kopshtin e vetë dhe të kishtë thonë, mashallah, kjo është arritje prej Zotit tim, kjo arritje prej Zotit tim nuk i kishë fërku duart në fund. Kopshi ati që i tha masha Allahu la quwata illa billah ekzistoj, para që ka thonë të pejgamberi Allahu. Pejgamberi Allahu thonë të nëse shef diçka që të pëlqen trupin tanë, kravatat rrin, kati të rrin, bukuria në pëlqen diçka në vetën tanë, apo në mallin tanë, apo nëse pëlqen thonë të pejgamberi Allahu dikan dhe ndikan vllavin tanë, i pëlqen diçka, i pëlqen bukuria ati, i pëlqen zani ti, i pëlqen diçka pasuria ti, çka duhesh me thonë, tha ban bereqet, Allahume barik, të jo Zot jepi bereqet, për çkak se thot, për çkak se syri keq është hak, për shkak se mësishi që ja grabitën në vlellë të ndërshëm, lakmia dhe zilia janë të rrezikshëm, që thonë të pejgamberi Allahu në akhiri zaman vdekja e shumicës e muslimanëve apo njerëzimit është si pasoj e mos përmendjes Allahu dhe mësishit, dhe ka arë me një hadith të dopt edhe pse dietarët e përmendin dhe thojnë se mësishi është hak, që devën e ban që të mishi saj të shkon në të nxerë në vorë, e s'mut deva e therë, e s'mut loba e therë, aja shdosh ka qenë, e njeri në qonë në varë, dhe si që kanë thonë disas djetarë, vdeket e papëritshme, sulmet të cilë kardiologike që pëndodhin, leot të ndërshëm kanë thonë djetarë, është rezultat i mësishit,
se njerëzit nuk e përmenin Allahun ndaj atij që e pëlqejnë, po ndoshta edhe ai e mësishon veten e tij. E thonë të pejgamberi Allahut më paskon mësishi me atë i kalu dikujt ja kishte i kalu kaderit me na bo me dije neve se mësishi nuk e thën kaderin Allahut. Mirë po aq i rrezikshëm që tenton që ta te i kalon dhe kaderin Allahut. Para të për këtë temë dhe të ndëshëm kemi folë dhe ka shumë për të folë. Në të antikun njerëzit sot nuk e përmenin Allahun Azza wa Jall dhe i bojnë të ligë të qertë e pas ta i dalin për Allahut të njetës gjunaqar. Qka të pengoj ti me thonë kur ta shif diçka që të pëlqenë prej dikujt me thonë mashallah te barek Allah. Ka thonë nëse të pëlqenë diçka në vetën tonë, pasurin tonë, thuje mashallah. Nëse të pëlqenë diçka në dikan qetër në fëmin tanë, e vladin tanë, nusën tonë, grujen tonë, në rejen tonë, në bijen tonë, thuj te barek Allah. Këto ka nërë hadithet pejgamberit Allah. Mësoni këtë që ta fthoni vazhdimisht. Pa pejgamberi Allah të përmend të Allahun çdo rast, për shkak se Allahun e dinte se Allahu Azza wa Jall mirësi që ne ka begatu nuk janë të mjaftueshëm dhe të ndershëm që ne vetëm të shqiptojmë. Po duan gjithashtu të veprojmë me to dhe mos t'i shfrytëzojmë ato vetëm në razinë e Allahut Azza wa Jall. Kja është kulmi i falëndërimit Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që mos jemi falënderues na vetëm me zemra dhe me gjua, po që jemi dhe me vepra, ku begatit e Allahut ja nënshtrojmë Zotit ton, mos të shfrytëzojmë begatit e Allahut atij ku e idhojmë Zotin ton. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, për me qenë mi njohsh ndaj Zotit ton dhe me i rujt begatit e Allahut, duhet të falenderojmë vazhdimisht Allahun. Për çdo thënë elhamdulillah, thot pejgamberi Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahut Azza wa Jall i pëlqen një njeri. A ke dëshirë të jesh nga ato? Allahut i pëlqen një njeri i cili kur e han i ka fshat bukë thot elhamdulillah, falëndrimi takon Allahut. Allahu e pëlqen dhe një njeri që e gëlltit një pik ujë dhe thot elhamdulillah. Pra ti ke dhon hakën e ushqimit tanë, pirjes tone, kur thua elhamdulillah, na jemi të vetmi shqiptar se kur nuk bëjmë dua, vetëm hoxhën kur ta kena në sofër edhe ata me një kusht nëse ka ëmbëlsin baklav. Pa baklav zbohat fjell doj. Pa atë më tregon një mik, një shok i cili lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta përmison ata. Ta ishmim na me një darsëm gostivar. Dhe mua e me njoftuan ato dhe thanë se pas këtë zakon a gje mas bukës, po e bajkën një dua me dini jetë. Edhe duan e bukës, edhe duan e dhondrit. Që e dini të përpara dhondrë së në kijiti pa të po duaja. Dhe kam dëju ka kërqova dhe andej edhe duaja kurbanit zbot kabul pa duaja në hoxhës. A faktikisht këllimi është me votu në gjepin e hoxhës, se edhe me ta bo duaja në hoxhës s'ki votu zbot kabul. Pa ta ki po kanë të rast të ne, është një dukori kur t'ja qoj shfëmijën mi fri, dikuj thot, ha o gjafeni një lishin dinor sa të zijet frima. E një hoqë të si të më zijet frima, mos më shefti muë. Dhe më tregon të molla Jakupi, thanë slupçan, dikush ki kështë e pas gjelat me rak. Dhe jo smohet një gjel dhe i thot, fëmijës vetë shkote o gjafeni, që këtë ushqim një afri e gjelit, o bab, tha si të shkojnë e të bëho gjafeni. Po gjafeni thot prej gjelin, po vinë dark edhe ratojme edhe kënusin edhe na ratojme. Edhe thot shkome se kam damazlëk hecni, unë shka po të thamë, shkona gjevë le të ndërshëm dhe i ven këti e turp, mi thonë ati fri gjelit se bogja e diçka i thot, tha baba më ka që mi fri lopës, edhe i frim kore ja jep ushtimin nesër ngord gjel. Namazin e sabahut takohet, baba i ti me hoxha thot hoxha veni që ajo frime jote i të zboni dobi, tha pse? Tha për çkak se gjeli më ngordi, thot i gjelbe dha, tha po gjallin se e qua mbrom, ja tha, e pas një mor gjelin ju vetë në qaf, tha pse? Tha për çkak se tha unë i kam fri një jetë lopës, fri me eronë se ne ka baj gjelin ka ngord. Para ta tha ishimi ne glajgjen gostivar, dhe kish qenë një hoqë musliman i mirë, tha edhe ke ka njoftu ata se jena talava.
do dhe ndarsmet e modernizua gra e bura koktel ta, mirë po më patë njoftu se ku ti e hoqat e dera me shal, me nal muzikën, edhe mi thonë kamarirëve shtron e bukën. Tha e shtrova, haj hoqa, tha unë hoqë të një mita u e linë të dera me një ditë të rëpëroje i kështë e pas me vetë. Tha edhe ne angrën bukës për janoj i rohen, tha e ka morë këta, mikrofonin a i rohen, kur shkova të haj, kua hoqa kështë e dalë, kështë e ikën, se s'po që ndroj këtë e këtë darë. Pa aminin, dojën, qka me bo tash? E i thash njoni për atin veti me ti dojën. Tha po mara, tha po banë e mara ty dhe ka këtë allavas mirët vesh, kush po banë doa dhe kush po kënën. Edhe tha bojrën gjemot, tha aminin do të na i bojë hoqa e fenim. Edhe tha e ka mafru ati mikrofonin, a jep zone, 15 minuta, tha më këput dora, e pas taj azgat, kip qetri pikiton për mi mu, tha El Fatiha. Tha që kjo s'mu kujtoke se unë e dish në kejt për menq e zber aminin. Pra u lejo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall nuk donë që hoxha me të bo dua. Para ti thash një gjemat lijës që e kam dost, hoxha mas namozi që i bandua dhe ki amin, a hoxha vi që i këshirë shtafët, cili ashtë shalla nesër gjenoze një mishterim venë. Thash a të bo, më do këtë se kejtë citi ka të ti, a të bo për ti. Hoxha lutët për halët e vetë, ti lutët për halët e tua. Për atë një gru të Ahmed ibn Hanbeli, tha ja imam, banëm doa, se gjallin e kam në halë të sëmur. Tha Ahmed ibn Hanbeli, banë vetë se unë nuk bajnë doa. Dhe do se do që ditën pas i shkoj, tha tja bojmë një do këta i grojë të shkret. Tha ja imam, tha ti e përzune në mirënin arogonce, tha e përzune këtë gru dhe këta shpëthuje me bo doa, tha për çkak se Allah u ka thonë, e me ju gjibul mutarra i dhe da, Allah mas shumë ti i përgjigjët ato që janë halegji, ma halegji këse kjo s'jam unë, tha edhe dita tha u tuta, se unë mi bo doa dhe Allah u elbet pesheron me ndonë se hoxha e ka shërua jo Allah. Kjo është akidjeve të levve të parve tonë, për atë tonë të pejgamberi Allah. Ai cili thot Allah dhe elhamdulillah pas ngrënjës, elhamdulillah, letë mësojt gjoja, me thonë elhamdulillah, e jo këtë vinë veçanti gurbeqar dhe mirë se arshin, amo ki për me anëzer ati 100 euro mitët të tonë, ku vëllas rima se kam pagujt, as kur gjos kam pagujt, po ti shka bajshe me një muj, për ditë në kafet kam pa në saban, drejk dhe në aksham, ku po mirë një mara me ju mi pagujt në kafet, e s'po kini mundësi me pa pagujt e vënën, pra u leo të ndërshën mitë të u kajt, po thuj elhamdulillah, që Allahu Azza wa Jall në ka dhonë shëndet, elhamdulillah që e kena rati, po u leo të ndërshën begati Allahut Azza wa Jall për më rujt duash me vepru me ta, Allahu ka thonë, i'malu ale Dawud e shukra, wa qalilu min ibadi e shekur. Veproni o familja e Daudit me begati që Allah ja ka thonë, jo veto me folën, veproni. Hoxha kështë e thonë, në gjomi fjallë po të mi këshirë punë, jo valla punë po të këshiri para fjallëve, që aj që s'ka punë thonte, aj që s'ka punë ka vetëm fjallë, ndë gjone që ka thonte Ibn Qayyimi, nësi të juve ndërse janë haqallar që e qojnë gjennet, amo në realitet janë enda caka hajduta që ka ndalë me ju plaçkitën para ta këshirja punë, para se që ndëgjojsh fjallë, se në fëton e kanë këshirë namazin e ti, e kanë këshirë ibadetin e ti, e kanë këshirë frikën e Allahut Azza wa Jall para se me ndëgju fjallë, kur shkojnë të talebja në veti thoj ke o birë, këshirë e hoxha që shpo falet, nëse falet mirë, merë mësim pe ati se aj të dreton fen tone, a nëse e shef që i ban fiskultur që e ber para imamit, dik pe ati se aj se ka drejtu ibadetin e vet, namazin e vet, ahiretin e vet, qish po do ati me ta drejtuan dinin tanë, dunjon tone. Pa atë pejgamberi Allahut edhe me këta e përfundoj që transmeton Mughira ibn Shu'be, tha pejgamberi Allahut duhen të namaz note atë shumë derisa ju ajshin kom të ndërshme, ju frishin kom të pejgamberit Allahut. Dhe ajsha një ditë u mërzit për pejgamberin Allahut, se ju duk se pe mundon shumë vetën e ti, tha ja Rasulallah, a nuk ti ka falë Allahut të gjithë gjunat? A nuk ti ka falë Allahut të gjithë gjunat?
të para dhe të mëramat, pse ka të shumë për mundon dhe vetën tone? Tha jo Aisha, nëse Allah e ka bo këtë mirë dhe më ka dalu Allahu Azza wa Jall mi ka falë gjunat, a nuk ja vlen që t'jemi falënderus ndaj Zotit tonë që ndaj Zotit tonë që Allahu Azza wa Jall na ka begatu me ta? Për ata thonë të Hasan al-Basrio, bani istighfar shumë në shtëpit tuaja, bani istighfar në vetën tuaj, bani istighfar shumë sofrat e juaja, bani istighfar në lokalin tonë, bani istighfar në tregtin tonë, bani istighfar ka do të gjesh. Për çka se nuk dihet kur zrip falja Allahut me zrip falja Allahut, atëre premtimi Allahut realizohet, që begatit e Allahut nuk largohen nga ti, riskin Allahut aqon ka su me mendon, vështërsi që i ki Allahu Azza wa Jall gjen rrug dalje për ti, Allahu Azza wa Jall ti letson vështërsirat, kjo është premtimi i Allahut Azza wa Jall dhe gjithçka në hadith dhe Allahut aqon furnizimin në riskin ka se mendon. Para ta ne ta shpeshtojmë istighfarin për shkak se përmenja Allahut Azza wa Jall. Istighfari e shuan hidhrimin Allahut, na i run begatit Allahu Azza wa Jall, na jep bereqet në ta dhe vazhdojmë dhe jetojmë me to. Lusim Allahun Azza wa Jall që mos ta humbin begatit nga ne, të jemi mirënjohës ndaj këtyre begative që Allahu Azza wa Jall na nderoj, dhe lusim Allahun Azza wa Jall këto begati mos i përdormi vetëm atij ku Allahu është i kënaqur. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.